Një maturant 74 vjeçar në Kamës na bëri të mendojmë se ëndrat dhe dëshirat nuk kanë asnjëherë kufi. Mjafton të kesh vullnetin dhe dëshirën për t'u përmirësuar e për t'i shkuar gjërave deri në fund. E nga ana tjetër e botës kemi të parin student në botë robot. E quajtur Flyne, inteligjenca artificiale u pranua në programin e artë digital në Universitetin e Arteve të Aplikuara në Vjenë, pasi përfundoi aplikimet standarde njëjtë si çdo student tjetër. Gati për të ndjekur leksionet, gati të marrë kritika dhe gati të vlerësohet me notë krahas studentëve njerëz. Shefi i Departamentit të Artit Digital tha se nuk ka rregulla që kërkojnë që studentët të jenë njerëz, duke shtuar. Flyne dha një intervistë shumë të mirë, kështu që tham, po, kjo është padyshim një studente që mund të pranohet. Interesante dhe çfarë nuk do të dëgjojmë besoj në ditët e muajit në vi me Erman Mërtenikën në studio, të kuptojmë diçka më tepër nga ku po shkon kjo botë, ndërkohë që në realitetin ton shqiptar ishte një lajm shumë i bukur i ditëve më përpara ku një 74 vjeçar ishte në provimet e maturës, vazhdonte ëndrrën e tij pra për të ndjekur studimet, nga ana tjetër nga bota e teknologjisë, virtuale, nëse mund ta themi kështu, inteligjenca artificiale, kemi një robot për student. Në radhë parë, kënaqësi që jam pranë jush në ftesë në pesë, domethënë me këto tematike interesante që ne na bëjnë shumë hiperaktiv. Na është dukur si kafja mëngjesit dhe kafja darkës, s'ke nevojë të pish kafe, ngjon lajmin e teknologjisë, si je hiperaktiv direkt. Për njerëzit e teknologjisë, po. Po ne duam shpjegime. Realisht për shembull, unë nuk di si ta kuptoj që një robot shkon për shkon në universitet. Faktikisht ne mos na duket fare çuditshme sepse robotët janë inteligjencë artificiale. Ne kemi përmendur që inteligjenca artificiale ka të bëjë pikërisht me atë logjikën automatike, që do të thotë i zgjidh problemet sa më shpejt, nuk vonon koha e procesimit, sepse çfarë është inteligjenca artificiale dhe ai roboti aty? Është truri elektronik. Po. Dikur kur kemi qenë vejil, se unë dua të bëj një krahasim të lezetshëm me këto. Kemi parë një film fantastiko-shkencor, ishte në fakt. Ishte një student, siç duket këto teknologjitë përmendën, domethënë këto inovacione përmendën vite përpara, rikthehen prap. Ishte një student që gjatë një provimi që kishte mbaronte punë shpejt, edhe gjithë pedagogët u çuditën, thanë, "Ore, të tjerët po mbarojnë mezi një orë gjysmë, po ky për 10 minuta çfarë është, domethënë." Edhe po bëshin dyshim, ta është njeri apo është robot. Është si ajo që kemi të thonë dhe ne më përpara, nesër pas nesër, inteligjenca artificiale, po zhvillohet aq shumë sa që unë nuk di, do takoj njerëz, po mund të jenë dhe humanoid, edhe s'do i dallojmë, domethënë. Kështu që kur i bën një analizë këtij studenti, e pan që ishte, domethënë, një analizë neurocontrolling, e pan që ky kishte një tru elektronik. Tash çfarë ndodh? Sistemet robotike janë sisteme precize. Domethënë, një tru elektronik thënë në kuptimin metaforik, domethënë në rastin atëherë. Edhe në kuptim metaforik, edhe në kuptim racional, tru elektronik, inteligjenca artificiale, sistemet robotike është tru elektronik. Se çfarë kanë ato? Një mikrokontroller, një mikrochip të instaluar brenda kokës robotit. Jo, në rastin asaj që po tregoje ti pra, e studentit që mbaronte aq shpejt, e pra ishte film fantastiko-shkencor. Edhe pikërisht bota atje aq shumë i ka rënë lapsit sa që nga Hollywood ka kaluar në Silicon Valley. Domethënë kjo nga ato zhvillimet fantastiko-shkencore po i nxjerr Silicon Valley pam prej herë, domethënë, siç ishte qipi Elon Muskut, që na çudit dhe ne inxhinierëve, se hera herës ne dëgjojmë informacione të ndryshme, updatohemi deri diku edhe për ne është e çuditshme, domethënë, që dalin koncepte të reja. Tani, sigurisht, të flasë për një student AI, do të thotë që ose më saktë një student robot, është shkalla më e lartë e teknologjisë. Këto janë më shumë, domethënë, lajme komerciale që i kanë bërë realitet shkencor për treguar, domethënë, mendoj unë, në një farë indireksioni ose në mënyrë indirekte që inteligjenca artificiale po dominon inteligjencën natyrale, sepse nuk mund të krahasosh asnjëherë trurin normal të një njeriu me trurin e një roboti, pra me një mikrochip ose trurin elektronik. Inteligjenca artificiale është precize, inteligjenca artificiale kryen procesime shumë shpejt dhe është shumë beneficiare, zgjidh punën në mënyrë të shpejtë, në mënyrë maksimale. Kurse inteligjenca natyrale jona ka logjikën organike, duhet i mendoj një herë gjërat, pra, por kemi një ndërthurje të dy inteligjencave, se po bëjmë edhe një lloj kështu, domethënë, analizimin të përgjithshëm të gjës. Ne inteligjencën artificiale, ne sistemet robotike i përdorim për arsye fitimprurëse, për arsye beneficiare që të na ndihmojnë punët tona, që
Unë si specialista IT apo eksperti IT para 15 vjetësh lodhesha shumë për të bërë një proces të caktuar. Sot teknologjia ka avancuar dhe nuk lodhesh. Pra kjo është zëvendësimi indirekt dhe bashkëpunimi me inteligjencën artificiale. Si inxhinier biomedical, inxhinier biomjekësor, i zgjidh dyra shumë shpejt. Pra kjo është në çdo zanat, edhe për mua si gazetare, nëse do hyja dikur për të kërkuar për një lajm dhe ti do hysh një nga një, ti lexosh, ti zgjedhësh një lajmet që do duhen për një gjë, ti i shkruan, po them kodin, i shkruaj ChatGPT-s diçka dhe mi nxjerr brenda minutit të gjitha të përmbledhura, domethënë dhe ti ke me grafik, me çdo informacion çfarë të duhet. Pra bën punën grumbulluese, po themi tënde. Domethënë ajo mbledh të gjithë informacionet nga çdo lloj server, Google, YouTube, Instagram e tjerë, i redakton në mënyrë të shkëlqyer dhe të jep të një kuptim fantastik. Kjo është edhe huazimi për shembull i sistemeve robotikëve humanoid. Se çfarë është një humanoid? Një humanoid është një sistem robotik ku është implementuar një gjuhë programimi. Le të marrim rastin më të thjeshtë për ta thjeshtuar për ata që na ndjekin. Po, sa më të kuptosh. Supozojmë ChatGPT-n të instaluar në kokën e një roboti. Tani, kur ChatGPT-s ne i bëjmë një pyetje, roboti do i gjenerojë me audio. Pra, instalon sensorët e tjerë. Kështu është krijuar humanoidi. Do me thënë që ti ngjaj një qenie njerëzore të jenë të ngjashëm, por ky zhvillim që po bëhet kaq shumë, po krijon, do me thënë atë që humanoidët po ngjasojnë shumë me njerëzit. Në sensin që jo të kesh një robot përballë, por që dhe robotët po vendoset lëkurë kompozite e tjerë, që të gjej sa më shumë si një njeri. Pikërisht, jetojmë, unë e shikoj si një botë deri diku metaverse, ku ne po bashkëjetojmë me robotët. E thënë trajt figurative, me inteligjencë artificiale. Ne po na zgjidh punë për çdo lloj aspekti. Para shumë vitesh, për shembull, fjala vjen në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, lexoje një libër 1000 faqe, që këtej të hynte dhe këtej të dilte, për të përgatitur. Kurse sot ka anatomi digjitale që janë shumë konkrete, racionale, direkt, praktike, do me thënë, shikon, e mëson për pak orë edhe je i aftë që ta demonstrosh. Pra kjo është inteligjenca artificiale, pra, po na vjen në ndihmë, por po na dominon në mënyrë indirekte, që do të thotë risku i vendeve të punës. Sot ne kemi përmendur, jetojmë në një botë kapitaliste, ku qëllimi kryesor. Cilat janë ato vende pune më të riskuara? Unë mendoj që inteligjenca artificiale po zëvendëson 90% të profesioneve, por nuk mund të funksionojë në mënyrë autonome. Kjo është e shkreta inteligjenca artificiale, se po të isha autonome do kishim dalë gjithë jashtë loje. E themi në një farë mënyrë, duhet një trigger që ti bësh një push the button edhe të filloj të funksionojë. Në industri. Mirë, po do krijojmë vende të reja. Rrezikon shumë vende pune, por do shumë të tjera do duhet të krijohen. Inteligjenca artificiale ka hyrë bindshëm dhe tek ne. Ja, për shembull, një vend pune që është krijuar në Shqipëri janë këto social media managers që merren me reelset e Instagramit. Kjo është gjë e bukur, domethënë se është kthyer edhe si profesion dhe si biznes, promovon kompani, organizata, korporata e tjerë dhe është fillimpruese. Është produkt i inteligjencës artificiale. E bëri për të krijuar një profesion interesant dhe shumë veçantë që para 5 vjetësh ne nuk e dishim çfarë ishte. Por në industritë e mëdha, se gjithmonë kur flasim për robotët, flasim për AI-n, për artificial intelligence. Në industritë e mëdha, produktiviteti është madhor me këto sistemet robotike. Stafi është i ulët i punojësve, kush janë ata që janë punojës, domethënë të kualifikuar shumë mirë, ato overqualified people. Tjerët i banë sistemi robotik. Në sektorin e medias, avatarët që krijohen, nesër pas nesër mund të kemi dhe speaker lajmesh ose moderator humanoid. Kemi, po imagjino që të jetë domethënë sa më ideale. Unë e ndjej veten të rrezikuar shumë si një inxhinier mjekësor, një inxhinier biomjekësor, nesër do jetë një humanoid si Ermandi, klon digital, që do e bëj punën dhe opa na la jashtë funksionit dhe neve. Ne me pushime. Po jo me ndakot jam unë. Po Elon Musku. Po jo se nëse do i kryejnë këta gjitha punët, i bie më tepër kohë e lirë për ne. Se llogarit për shkak në ftesë në 5, një bjet humanoide dhe një Ermand humanoid. Dhe ata që shojnë emisionin humanoid, pastaj se si bie. Unë desha të kap një klauzulë të vogël me kjo. Se nëse Bieta dhe Ermandi do jenë humanoid të dy, a do jenë shumë atraktiv për publikun që ne japim lajmin me emocione dhe me ndjenja ndërkohë që ato flasin në një mënyrë automatike dhe pik. Pra, kjo është dallimi i inteligjencës naturale që nuk zëvendësohet asnjëherë. Është koncepti organik,
është emocional. Inteligjenca artificiale ka emocione. Do krye punët racionale, ato që duen të ekzekutohen sa më Profesioni shpejt. psikologut unë e shikoj të pazëvendësueshëm. Të pazëvendësueshëm? Është një profesion që këto psikologët në lajm edhe do doja në fakt që do ta diskutoj në ditët në vijim, sepse thoshte që gjithnjë më tepër njerëzit po ndihen më afër dhe më të kuptuar nga inteligjenca artificiale se sa nga psikologët. Inteligjenca artificiale do funksionojë deri diku, nuk do japi zgjidhjen, do shkojnë prapë do kthehen ke inteligjenca natyrale. Sepse është si puna në shëndetësi, inteligjenca artificiale të zgjidh deri diku punë, nëse nuk arrin dot më tej, ne shkojmë tek një mjek. Do shkojmë tek kirurgu. Është roboti, po pastaj duhet edhe kirurgu. Por ne bëjmë edhe batuta dhe shakara, por unë mendoj që jemi kollaj dhe lehtësisht të vendosshëm. Po. Kishim ca dyshime deri dje, po inteligjenca artificiale. Na e vërtetoi. Erman, faleminderit për gjitha shpjegimet dhe e kuptoj që gjithnjë më tepër do jemi në komunikim së bashku për t'i thjeshtëzuar gjithë informacionet që vijnë nga kjo botë. Shumë që isha pranë jush në ftesën e 5. Kënaqësi edhe për mua, edhe faleminderit edhe ju që na ndoqët gjithashtu nga ana në të premte, si gjithmonë, takohemi këtu ku ka veç një ftesë në orën 5. Top Channel.